Të nderuar vëllezër besimtar, duke qenë se pejgamberi alayhi salatu wassalam I edukonte shokët e tij, vazhdimisht që ata të angazhohen me gjërat të cilat ju sjellin dobi, gjërat të cilat ju interesojnë dhe duhet mirën me to dhe të largohen prej gjërave të cilat nuk ju sjellin dobi dhe nuk janë për to. Dhe duke qenë se kjo ishte atmosfera e cila mbretëronte tek shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një ditë në këto rrethana vjen një person si duket nga jashtë Medinja dhe e pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam një pyetje të padobishme. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam me urtësinë e tij e kthen atë në pyetje të dobishme, madje përgjigjen ja jep edhe më të dobishme. Vjen ky person dhe I thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, "Mata sa'a ya Rasulullah?" O I dërguari I Allahut, kur do të ndodh kiameti? Të nderuar vëllezër, ata që kanë qëndruar më gjatë me pejgamberin alayhi salatu wassalam në Medinë, nuk do ta bënin një pyetje të tillë, sepse e dinin se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e din kur do të ndodh kiameti. Madje nuk e din as Xhibrili. E nëse dy krijesat më mëdhështore, të cilave Allahu ja u ka zbuluar shumë sekrete, nuk ja u pas ka zbuluar sekretin se kur do të ndodh kiameti, atëherë kujt do të më zbuluar? E kështu që për shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kjo punë ishte e kryer, e mbaruar, se se din pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe nuk e pyesnin. Mirë po ky duke qenë se nuk ka qenë informuar për këtë, po e pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam kur do të ndodh kiameti. Tash pejgamberi alayhi salatu wassalam me plot të drejtë do të mund t'i thoshte, ti a e din që asun nuk e di këto. Edhe Xhibrili kur ka ardhur ka pyet për to, I ka thonë që asun as ti nuk e din. Mirë po nuk ka qenë edukata e pejgamberit alayhi salatu wassalam kënë. Nuk ka qenë mësues I tillë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka qenë mësues I më I mirë dhe nuk ka pas punë dikush me to. Qoftë edhe ndonjë bisedë ose muhabet I nxehtë, vetëm se është do I kënaqur me to sepse ka qenë mësuesi dhe edukatori më I mirë. I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Wa madha addatta laha?" E çka ke përgatiti për kiametin? Por mos më thon direkt që le se kjo s'hyn punë tyje. Nuk të bën ndaj far ndere dhe nuk bën ndaj far dobije se kur do të kiameti se ajo ka më ndodh, ama nuk e dim ne kur do. Kto nuk ja tha pejgamberi alayhi salatu. Mirë po e kthej pyetjen e tij në anën e cila I sjell dobi pyetësit edhe të gjithë ata që e dëgjojnë po dhe neve sot. Tha wa madha addatta laha? E ti çka e ke bë gati për kiametin? Mirë, unë nuk e di kur ndodh kiameti. Kërkush nuk e din. Që ndodhi nesër, ti çka ke bë? A e bë gati për kiamet? A e bë gati që kiameti është me dal para Allahut? A e bë gati? Këtu pastaj ky person u drejtu. Edhe po I thotoi dërguari Allahut. Nuk është që kam namaz shumë ose agjëroj shumë. Kur kanë thonë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe gjeneratat e para, nuk është që falna shumë, edhe kam agjërim shumë, këto këtë kanë qenë nafile, sepse për farzë nuk është bë fjalë. Thot vetëm se unë e dua Allahun edhe të dërguarin e tij. Këtu u gëzu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe këtu e kuptoi se ky person gabimisht e ka bë pyetjen mirë, por nuk është që nuk I interesojnë gjërat e dobishme. Edhe nuk është që angazhohet me gjërat pa dobishme. Mirë, po ja që gabimisht e ka bë pyetjen. Thot unë për kiamet, kur t'i dal Allahut përpara, jam bogati me dy sene, se e du Allahun edhe e du të dërguarin e tij. A mbojnë dobi diçka sikur po don më thon. Kto s'ja tha, po don më I thon, a mbojnë dobi që të unë? A jam atë kusha bogati? A qen kam duke u përgatit për kiamet? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Al mar'u ma'a man ahabba." Ditën e kiametit njeriu do të jetë me ato që e ka dashur. Domthonë do të ringjallet në taborin e tij, me grupin e tij. Edhe do të vazhdojnë pikat e ditës kiametit bashkarisht. Thotë Enes ibn Maliku, një shok tjetër I pejgamberit alayhi salatu wassalam, shoktori I tij. Thotë nuk jemi gëzuar me asgjë më herët sa jemi gëzuar me këtë hadith, sepse gjithë kemi thonë na e dojmë pejgamberin, e dojmë Abu Bekrin, e dojmë Omerin, dhe inshallah jemi me ta në ditën e kiametit, edhe pse nuk I kemi punët e tyre. Të nderuar vëllezër, neve po na intereson sot kjo fjalia e parë, kur do të ndodh kiameti. Kjo ishte pyetje ju e duhur, pyetje e cila nuk sjell dobi, sepse edhe po e ditëm kur është kiameti, çfarë dobi jeni bën? Neve na bën dobi nëse bëhemi gati për kiamet. Kjo tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka edukuar shokët e tij dhe e ka sjell këtë frymë dhe atmosferë tek ta. Edhe duhet të mbizotëroj kjo atmosferë vazhdimisht e muslimanët që mos mu angazhu me gjëra të cilat nuk kemi dobi dhe nuk na përkasin neve.
Pse? Sepse i kemi do detyra, i kemi do obligime, i kemi do gjëra që na përkasin, e nëse miremi me këto që nuk na hyn null, atëherë kemi me ilon ato që na hyn null, edhe na bojnë dobi. S'ka mundësi mu gjind në të njëjtën kohë dy vendet. Sepse ai i cili e kryen një punë që s'është e tina, përveç që e kryen gabim, se s'është e tina, e ka lënë punën e vet dhe vendin e vet ku është dosht më kom, kështu që dy zeza i ka bërë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam pastaj në një hadith tjetër thot min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Gjëja që tregon se një musliman është mirë i kapur për fenë e vet, që duron mirë në fe. Është fetar i mirë kur nuk mirët me gjëra të cilat nuk i interesojnë, as nuk i përkasin, as janë për to. Kjo për faktin të ndëruar vëllezër, sepse njeriu e mbyt kurreshtja. Kurreshtja për me ditë gjithçka, për me mësu gjithçka, për me dëgju për gjithçka, për me komentu për gjithçka, edhe mirë, po ju të gjitha gjërat na interesojnë neve, edhe janë për neve, edhe janë dobin tonë dhe do të më marr me to. Sepse ka plot gjëra të cilat nuk mundemi me ndiku, as nuk mundemi me pas dorë, aty pse më marr me to. E Allahu i lartësuar duke pas parasysh që njeriu e mbyt kurreshtja, edhe pastaj njeriu e mbyt veten edhe e mbyt kohën e vet me gjëra të cilat nuk i përkasin, thot iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin. Thot njerëzve po ju afrohet llogaria dhe ta hala vazhdojnë më kanë ngaflet. Hala vazhdojnë më marr me gjëra të cilat nuk ju bëjnë kufar nderi as kufar dobi edhe në botë, edhe në dynjallëkun e tyre edhe në fenë e tyre. Ndërsa llogaria po ju afrohet, harrojnë më marr ose janë ngaflet ndaj gjërave të cilat ju duhen për ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër. Kjo është mësimi kryesor që e nxjerrim për këtyre porosive që i përmenda, se besimtari duhet më marr me gjërat të cilat i përkasin. Jeta është e shkurtë. Jeta është e shkurtë, edhe ashtu nuk kemi jetë gjatë, po dhe me pas jetë gjatë nuk ja vlen më marr me gjëra të cilat nuk mundemi me ndryshu asgjë tonë, edhe nuk lidhen me neve, nuk na sjellin ndonjë dobi, nuk na sjellin ndonjë hajër në diallogun tonë, në jetën tonë, jetesën tonë familjar në familjen tonë, po nuk na sjellin ndonjë dobi edhe në fenë tonë, edhe në fetarin tonë, edhe në ahiretin tonë. Pse më marr me to? Pse me çu kohën poshtë? A nuk ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se në ditën e Kiametit nuk ka musliman që ka me i shpëtu llogarisë pa u pyet për katër gjëra, njërin prej tyre për kohën ku e ka qenë. Ku e ka qenë kohën? Ndërsa sot një pjesë e madhe e muslimanëve e shohim që janë të lëshuar në këtë gjëra. Gjëra të cilat nuk i përkasin. Ndodh një luftë dikon, të gjithë këshyrim shmenolat luftë ose shmjellit kryt. A kush s'na vetën? Su ne nolin fuqitë e mëdha, su penolin faktorët me ndikim. Ndodh një vjedhje, gjithë e komentojmë, gjithë e denojmë, gjithë e burgosim ato e qesën fajtor këto. Ndodh kjo, pse mu morë në gjithë? Pse mu morë me gjitha këto? A janë punë të cilat na bojnë ndonjë nder, na bojnë ndonjë dobi, ose kam na pyet Allahu për të ditën e gjykimit? Po, nëse mirëm me to kam na pyet Allahu se pse e morr. Pse ke dhënë mendim për diçka që s'ka pas nevojë me dhënë mendim ti? Pse ka komentuar diçka që nuk ka pas nevojë me komentuar ti? Përderisa e ka komentuar, atëherë e ke lidh veten tonë dhe qafën tonë për llogari, një llogari që ke mujt me i shpëtu sikurse të heshte. Mirë, po ja që i ke fol, atëherë përballohu me fjalën tonë. Të nderuar vëllezër, sot jemi në gjendje me fol për fetarin e çdo kujt. Jemi në gjendje me fol për niyetin e çdo kujt. Jemi në gjendje me fol për sadakat e çdo kujt, për namazin e çdo kujt. Sa jemi në gjendje me këshir namazin tonë. Namazi kretëve na pengon, ose vërejtjet të kretë namazlive na pengojnë i shohim. Filoni s'po ditë ka më fal. Ky po bëj këtë mirë. Unë që kam vetë Allahu për namazin tem. Filoni e dha sadakën, po pa e jep për menë të madhe. E di unë. E di unë që ka në zemër. Që be që ka në zemër, kur vetë zemrat i din veç Allahu. Pejgamberi si ka ditë zemrat, pa i kalzu Allahu që ka në tu. Që dim në zemrat? Thot, një hoqë i madhë, i njoftun gjatë historisë e Ibn Qayyimi, thot, wallahi, shpesh po na ndodh, nuk pidim njetet e tona, qëllimet e tona, pse po e bajnë një punë me vetë vetën, s'dimu u përgjigj sakt, përzihet njeti, ku në zemrën teme që e kam këtu. Qysh po ja dim zemrat e tjerëve, thot. Qysh po guxojmë me hyn zemrat e tjerëve. Andaj të ndëruar vëllezër, Allahu përveç që na ka ndalu me hyn zemrat e tjerëve, edhe më marr me punët e tjerëve, të cilat nuk na përkasin, kemi mu llogaritur për to. Kemi mu llogarit. Nëse themi filani s'po dit ka më u fal, edhe lëm me çikash. Kemi mu llogarit për këtë fjalë. Mirë. Nëse e kemi pa filanin, edhe s'ka dit më fal, nëse kemi mujt me përmirësu, kemi përmirësu. Nëse jo, kemi hesht, s'kemi mu llogarit për to. E kështu që pse po ja vendojmë vetës militar të llogarisë të cilën nuk na ka vendosur Allah.
Pse po ngarkojmë veten? Pastaj dietarët thonë dash me ditë një njeri që Allahu ja ka kthy shpinën. Wallahi kjo është error, vetë që to me sjell na për krye, trishtohet njeri. Dash me ditë një njerit a ja ka kthy shpinën Allahu, këshire se me çka mirët. Nëse mirët me punë të cilat nuk i përkasin, si janë për ta, dije që Allah ja ka kthy shpinën këtij njeri. Pse? Sepse mirët me punë të cilat nuk e ka ngarkuar Allahu me tu. I mirën me punë të cilat nuk janë me kapacitetin e tij, nuk janë me përgjegjësitë e tij. Kjo është e rrezikshme. Kjo është me ta kthy shpinën Allahu, ku do më shku? Çka do më bë? Ku do më marr? Edhe nëse bëhemi analisti i dunjos, edhe nëse bëhemi pleqnari ose më i mëshmi i dunjos, Allahu më na kthy shpinën, me hiç dorë prej neve, çka na duhet kjo? Çka na duhet kjo kur na kemi më shkuta Allahu kemi milon krejt këtu. Kemi milon krejt. E për me kuptu se diçka është që na hyn punës, nuk na hyn, na përket apo nuk na përket, thën dietarët veç na lodhe për të vetën. Çi ke punë? A më nimon mu diçka në punën tëme? Në zanotin tëm, familjen tëme, në rrethin tëm, në fetarin tëm, a më ngri diçka jo atë? Kur është për mua. Leje se s'm përket mua. Po, nëse mi ban çto, atëherë po mirë na me to. Mirë po mirë na me çështje të dorë. Pastaj të ndruar vëllezër, me këto po e përfundoj. Duke u marrë me punët të cilat nuk na përkasin. Sot kemi bërë që me korreshtjen tonë edhe me kohën tonë të tepër që e çojmë poshtë, duke i dhënë vëmendje njerëzve në rrjetet sociale, duke i dhënë vëmendje, duke i dhënë shikim, domthonë në shikueshmëri, edhe duke i dhënë pëlqime, sot ata me këtë çumje poshtë kohës që e bojmë na, po arrin mu pasunu, po arrin me dal krye të shoqërisë, edhe po arrin gjërat e kota dhe të pavlera mi paraqit me vlerë. Pse se ka vë parë? Ka marrë të parë, ja kemi dhënë na me gafletin ton, duke u marrë me hajt tash çka po bën. Hajt tash çka po fol. Hajt çka pas ka bëj. Hajt çka po na rën çka. Subhanallahu. Edhe i themi po na rën edhe prapë shikojmë, edhe japim një shikim aty, një klik, një shtypje, edhe pastaj ai prej tyre po pasunohet, po bëhet lider dhe po ja servon kësaj shoqërie diçka që është e kot, po ja servon si vlerë, edhe pastaj merru ti me shoqërinë. Merru me njerëzit për me i tregu se këtu janë të kota, pse ka arrit me bë parë, pse ka arrit me bë famë. Fama sot nuk është tregues i ndershmërisë. Parja nuk është tregues i ndershmërisë, edhe pse ka shumë njerëz me famë të ndershëm dhe me parë të ndershëm, mirë, por nuk është kriter. Allahu na drejtoft, Allahu na përmirësoft, Allahu na mësoft me punët tona, me punët të cilat na përkasin, të cilat na ndihmojnë në jetën tonë, në gjallënin tonë, në familjen tonë dhe fetarin tonë, na bojnë nder këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na mësoft mu largu prej punëve të cilat nuk na sjellin kurrë dobije, po që na sjellin dëm, humbje kohe, edhe na dëmtojnë edhe në botën tjetër. Qulu ma sami'tu astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.